1999 do të ndryshonte komplet jetën e saj. Forcat serbe me datën 10 maj hynë në oborin e familjes së saj në Gjakov dhe i vranë bashkëshortin dhe të dy djemët. Fatkeqësisht këto nuk ishin viktimat e vetme të kësaj dite të kopshme, por rrëfimin e kësaj ngjarje të rëndë në qytetin e Gjakovës na e sjell zonja Luljeta Sharani, që në fakt është e mbijetuar. Zonja Sharani, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Natyrisht, një ngjarje e cila, kur ju shoh nga afër, vijat tuaja nuk tregojnë dhimbjen që keni kaluar. Përgëzimi njerë për gjithë forcën që keni gjetur ta vazhdoni jetën, nëse ka njeri ballafaqohet me situatat që duhet ta vazhdoj jetën, pavarësisht atyre gjërave që ju kanë ndodhur. Por data 10 maj, me të vërtet, ishte shumë e rëndë. Dhe ne kemi dëgjuar shpesh që Gjakova ka pasur ditë të rënda gjatë luftës. Ju jeni një nga këto pasqyrime. Pikrisht muaji maj është data 10 maj është ditë e kopshme për familjen tonë edhe për mu. Humba bashkëshortin edhe 2 djemt edhe 3 kunet. Më thonë, familja Sharani, të familja Sharani 6 antar u ekzekutuan. Mirë po, jo vetëm 6 antarë të familjes Sharani, po edhe 5 antarë të fqinjeve, të cilët na i prunë me 9 maj, se me 9 maj hynë ushtria, ku na maltretu në mënyra format të ndryshme. Nejtën ata erdhen ka ora 17 pas ditës deri në orën 23 të darkës, na maltretun, plaçkitën, edhe në ngujun aty me nej, se thanë edhe shpitë mdhaje pas ka vend edhe për mysafir, i lënë ata aty, nuk do të ndodhë kur gjo, por derisa na keni neve, mos u frikohi, vetëm se një nëse livrit për i këtu, i të largohet, gjithve do t'ju vrasim. Në atëherë, metëm aty, nuk dishim që më bëha, të largohëm, atë ishim. Sa persona gjithse ishit? Ne ishim familja e Skyferit, 5 antarë. Familja e Kunatit, Tahir Sharanit, ishte 6 antarë. Familja e Kunatit vogël, mentorit, ishte 5 antarë, edhe vjera 6. Edhe të Isuf Sharanit 4 antarë të familjes. Tash edhe fqinjët, se cili ka 4 antarë, 5 antarë, që u në të bunë aty, ishtë një numër shumë i madhë, mirë po me 10 maj, kur erdhen tash forcat policore, jo ushtria, veç me nora 9:15, u thynë dyrt, edhe hynë mbrana një numër shumë i madh i policëve të armatosur deri në dhomë. Na ishim me durthat, s'kishim as fare armatimi, as toft, as të nxehtë, edhe aty na detyruan për me u mbështet për muri me dyrt të lartë. Ashtu si... Edhe fëmijët, edhe gratë? Jo. Fëmijët edhe gratë përveç unë që isha aty në rend, këta tjerët ishin mrena, hala pa dalë në borë. Mirë po, një prej këtyne të fqinjeve kishë plok të gjata, një Arben Saracini, edhe shku në kapën për bisteki, e zunë pengë, si me thonë, për me i nëzirë këta tjerët prej smrendshmi. Na veç ishim të pritë qësh për reagojnë, që përbojnë me ne. Ata në nëzorën neve, une pithëm djemve, balonit e visarit, ishim në pudrum të Kunati i vogël të mentori, se gjatë ditës lëvishim në përshpia, mirë po në mramje Kunati i vogël i kishë fëmijë shumë të vegjël, e kishë dëshirë, si më thonë, frikoshin, ma shumë me nej grumull. Aty rishim grumull. Mirë po nuk ishim gjumë ashtu, ma shumë rishim si në formë kujdestarie. Në asë kur gjosë ishim konë të bo me atë kujdestari, se ata ishin konë të na po neve krejt, me snajper, me dërbija prej hotelit, prej qendrave ku ju në konë stacionun, krejt ishin konë të na veshgu në të mëzdit, të menu që s'na shojnë. Edhe ju thash djemve,
Valon Visar më zdilni për mamë në borë. Djali madh Valoni, po thot mamë, thash fshehi. Mamë tha ku mu fsheh, nuk dita ku mi thonë mu fsheh. Se s'kish vend ku mu fsheh, se ishim të rathun. 22, Allah si kish bo, se në maj u ekzekutu, në korrik i bojke 22. A Visari 20 vjeç. Skyferi ish veç 48. Krejt 3, Arjetën e kisha 15. Atëherë nuk kishin ka mu fsheh dhe Arjeta vllaznive të vetë, mos dilni bre Valon Visar, mos dilni. Valoni për thot, hajde Arjeta se s'kemi shkëmë bo, s'kemi ku më shku se gjujtje ka pas shumë. Dhe të rëthumi mi konë. U rënditëm, une, Skyferi pare ish, une në mes. Valoni Visari Arjeta hinin mes vllaznive. Tu frigu që për gjuhin edhe në qofë se gjuhin e të gjuhin të une, veç vllaznit me i shpëtu. Po Valoni nuk e la aty për para, hajde dhe ti mas neve se kur gjuhin e të gjuhin të na ti me shpëtu. Ish moment shumë i vështirë që nuk dishim shka me bo. Ata kur hërin një numër i madh i policëve, qa që me mjeshtri u pozicionu në borë aty, të janë lejë në rritë. Edhe na unë me Skyferi nuk shtym mjaft me fjalë të i thonë, s'kemi bo kur gjot, lutëm lirana një, pse na keni nguju kështu të po atas që dojshin me ndëgju, veç pas pak fillun me tytat Kalashnikove, me shkelma, me na gjujtën rrugë. 11 mashkuj i nalen, me dur për muri. Aty ishte Skyferi, Valoni Visari, 2 djemt, me babën, atyre Kunet Tahiri, mentori i Sufi, 4 familjes Saracini, edhe 1 familjes Berisha, i mitur 17 vjeqar. E më thonë 11 mashku i nalen, neve na gjujtën në rrugë. Ecëm për Aty ishte takimi fundit. Takimi i fundit që nuk në lanë as me fol, as me i këqyr, as një përshëndetje të fundit, as një përqafim të fundit, nuk në kanë leju. Edhe të xhamia aty, e pa në Arjetën, o shka koka kjo, për ne. Kështu i thamë vajzës. Po, për vajzëm. Ajo veç 15 vjeç që ishte re. Mirë po fatë mirësisht që nuk ndodhi kur gjo. Unë veç prej gjutjeve që fillun, i thëmë Arjeta, qërë me mamën ku ki gjyshen, inqen që ku i ki gratë agjave, vazhdoje me mamën rrugën, se unë du mu këthyte babi të Valoni Visari, se nuk muj me jetu pa ta. Aja mu lutë shumë, mam, të lutëm, mos më la vetëm, mam, mos më la vetëm. Për një qast i huba ndjenjat, meta pa u këthy. A kunata, pranvera, ajo arriti mu këthy. Kur është hinë në bërë, veç e kanë marë policia, e kanë shtinë podru. Edhe kanë fillu mi kontrolu që të pare, dashme të shpëtu burin. Ajo s'kam pare. E pse, i kishte gjallë? Gjallë, i ka pa të rënditun. Mirë po burin e vetë se kish pa të rënditun aty. Ta si duket e kanë marrë për Iranit aty dhe kanë shtimi kontrolu dishka. Ani pse edhe këta tjertë kanë qenë shumë të maltretune, të kontrolune. Fundit të konë ekzekutimi, me njëherë nuk i kanë ekzekutu, se vjera ka pa shumën në të borë. Shumën pudrum ka pa. O borë i krejt gjaku konë. Ka gjithë këpucat e burrit, ka gjithë portofole, ka gjithë patiken e Valonit për plot me gjak. E ka gjithë kapulacën e Valonit, trenerkave, janë trenerkat ma të kapuqin, edhe ajo me gjak. Bukën në nuk arritëm me pjek për me nxes që deshe me hangër, edhe ajo për plot me gjak. Edhe buka? Ato e kam, më kamet peng, se përderi sa është gjetë patika edhe kapuqi i Valonit aty,
Valonin veç aty e kanë ekzekutu edhe qaj gjak. Qaj o buk me gjak. Jam mas e bindu që është gjak i Valonit u ko. Po po thëmë ka me të peng, që kemi mujt na mi bo një ADN për mi vërtetu. Me pa që ta man gjaku i Valonit u konaj. Për plot me gjak, pa ti ka krejt e mushnë me gjak, ka puqi krejt me gjak. Po vjera nuk mi ka jap mu ato me njerë se i keq pas jap kunatës, i ka thonë, ja jep lullës se unë nuk muj, se lullja për mëdhimet shumë, nuk muj mja jap. Kur vjen kunata mandushi, lullë i një qëto i ka qitë. E setrën e lëkurës, Valoni ka pas vesh, në borri lamata, në katin e dytë kunati, mas ka uqit e ka gjetër. Aja që t'jep me kuptu që ata i kanë... I kanë quna, i kanë maltretu? I kanë maltretu, i kanë dhunu, i kanë kontrolu, kanë pas pare se arsyeja që ma ishin të hollat skifirë, unë ndëgjashin shumë dezinformata, jo pidajin rrugës mashkujt, jo me u jap të hollat, që rshojnë, ju lirojnë, që aty ish arsyeja. Mirë po ata i kanë kontrolu, i kanë maltretu, e fundit u konë, veç një zot ata vetë edhe këta kriminell që din, që ju kanë marrë shpirtin, se na nuk dim kur gjo, se s'kemi pak kur gjo. Edhe vjera kur u këthy, trupat si ka pa, 3 kerët e 3 vllaznive që kanë qenë në arderë, edhe ato i kishin pas marrë, vetëm këto gjësendet tjera që i ka pa o borin për plate, gëzhojat e automatave, krejtë o borri mushën. E merre shkrejta ujin e dhezë dhe dënë mi la atë gjak. Arsyeja se kur të vijin nusët mos të stresohen. Shumë e vështirë. Sa jetoj vjera pas kësaj? Vetëm 1 vjetë e gjysë. Nana e jeme më ka vdek 8 muaj mas luftës, në ditëlindjet Visarit, djali 2. Qaj Visar më ka lindë bashkë në durët nanës. 15 janar Visari ditëlindjen, 15 janar mas 8 muaj vdiq nana, 15 janar 2007 mas 8 viteve ma konfirmun lajmin që djemët për t'i kthejnë, jo që shqipret nana, po në arkivol. Kuj gjetën Dynja Sharani? I kanë gjetën Bajtajnicë në Sërbi. I kanë ekzekutuar në shtëpi. Po. I kanë varrosën gropë masive në varezat e qytetit në Gjakov. Atëherë shku me bagjera, i kanë tërhek, kanë qu Sërbi. Atëherë për mi bo ADN-ën edhe mu vërtetu, mu identifiku cili kush është, prap me bagjera edhe në kamiona me i kanë pru në Prishtinë. Për mi bo, mi verifiku kush cili është. Për me na i këthy kockat në për arkivole. Dynja Sharani, nuk gjej fjallë t'ju ngushtoj, nuk gjej fjallë t'ju të regoj sa më këni prekur më gjithë të rëfim, këni lënë pa fjallë. Jo dhe shumë nana të tjera që janë provuar gjithë luftës, veçanërisht Gjakova që ka kaluar në një mizori pa parë. Ju thash në fillim të kësaj bisede që ju natyrisht si një nanë e fort ju keni vazhduar jetën, se s'keni pas gjithje tjetër. Po vajza si është sot? Vajza është mirë, vajza arrita me një shtytje të madhe, me shku mu shkollu, me vazhdu shkollimin, se nuk do i ke, vazhdimisht se i ke pa babin, Valonin, Visarin, nuk e më vinë shkolla. Ajo veç në vitin e 3 shkollës mesme në gjimnazisht, të duke edhe viti 4 më përfundu. Arrita me e bindë, se thësha jo me mamën se kur vje Valoni, Visari, babi mu më kritikojnë, pse ki lonë arjetin pashko, me shpresën e madhe që do të kthehen. Ajo nuk e ndodhi, mirë po atyre prapë unë insistova fakultetin me kry, edhe ato e kreu. Tash është arsimtare gjuhës dhe letërsisë Shqipe, është në shkollën fillore Minduraku, po i bojnë gati 15 vite që është punësu,
Me ka... Pak të vajzën e keni mirë. Tash I ka 3 djem, dhe më thoni kam 3 nipa. Kisha frikë me të pyetën këtë pjesë, for pak të... Jo se ata më kanë ndru pak jetën, pak a shumë, dhe unë për hirë të vajzës edhe për hirë të Valon, Jarit, të Rionit, të Dritit, po jetoj. Edhe po jetoj për me tregu. Ju lumt. Keni qenë edhe në Hagë së fundmi, apo jo? Kemi qenë me 27 Shkurt, më duket. Aty patëm ftesën për më shku me hap një ekspozit në ambasadën e Hagës, ku ambasadori Gjakovar na priti ish një ambasador të lumt na që e kena ato, Dren Doli, një pritje shumë të mirë, e hapëm ekspozitën aty, arritëm me fotot masakrave të ndryshme. A ishe dhe së bashku me ambasadorin e Shqipërisë, bashkarisht me ne familjartë dhe kryetarët e shoqatave, u hapë. Edhe tash është e hapur për disa muaj në ambasadën e Hagës. Shumë mirë, të përgjithë bashkëpunëtarët që janë afër aty mund të shkojnë tash. Çdo vizitor ato e viziton. Zonja Sharani, proces gjyqësor s'kishte s'keni arritur, s'është bërë asgjë në këtë drejtim. Jo. Keni shpresë se mund të dënohet dikush për këtë? Vetmja shpresë dhe vetmi ngushëllim për ne është drejtësia. Na e kërkojmë vazhdimisht drejtësinë. Përderisa gjithë këto krime, gjithë këto masakra, gjithë këto plaçkitje, dhunime, djegje, sakatosje, përveç sidomos sot është data 2 prill, në familjen Vejsa, ku janë ekzekutu deri fëmijët e vegjël. 21 familjarë janë ekzekutu, edhe I kanë karbonizu. Nuk jo në ngi me ato me ekzekutu, edhe fëmijët janë të karbonizun. Aty nuk kanë marrë kocka, aty kanë marrë hi. Ajo është një varrez masive, krejt, kështu komplet të gjithë. Veç fotot që I kanë, se për ndryshe kocka sikur neve që na I kanë kthy në arkivole, ata nuk kanë pas shka me marrë aty. Uroj shumë që me të vërtet të triumfoj drejtësia. Unë e di që nuk ka gjë që u azaventson dhimbje që e keni. Por për historinë e Kosovës është mirë të paktën të vërtetohet dhe të dënohen njerëzit e caktuar për gjithë këtë që kanë. Duan gjithsesi të dënohen, të marrin dënimin e meriton, se ata ishin shkaktar, ata erdhen në Kosovë me luftu me ne, na nuk shku me në Serbi me luftu, atëherë pse na mu qujtë si më thonë, kriminal për na quajnë, hala neve, nuk për knaqen. Kemi njerëz duke akuzuar, pikërisht në Hagë duke uruar edhe në pavajsinë e tyre, në triumfin e Kosovës, sepse fundja kjo është një çështje për Kosovën. Të faleminderit shumë që ishit sot këto. Unë jam shumë e lumtur që të takova nga afër, kam lexuar, kam dëgjuar për këtë që keni kaluar ju dhe shumë mbase gratë të tjera, qoftë nga Gjakova, por edhe nga vendet të tjera të Kosovës. Ju jeni historia këtij vendi, zonja Sharani, unë e di që shumë e rëndë në çka keni kaluar, por faleminderit që gjeni forcën dhe vini na tregoni për gjithë ato që keni kaluar ju. Më vjen mirë që Arjeta të ka trashëguar, I keni sot 3 nipa. Faleminderit Zotit. Dhe ata janë trashëgimtar të gjithë kësaj përvoje. Jetoj për ta, ata janë oksigjeni jam. Faleminderit juve për ftesën. Ju falenderoj nga thellësia e zemrës, se po mos ishin mediat, zëri jonë nuk ishën dëgju. As kërkun. Kështu të mediat fal juve, edhe nuk po hezitoj. Kushdo që po më thërët, nuk po thëm jo, vetëm po. Ani pse mosha tash e ka buat vetëm. Po ndiem shumë e vogël për balteje, dhe kështu më duhet të të përqafoj. Faleminderit shumë që ishit këtu, shumë faleminderit. Falë Arjetës. Faleminderit shumë. Uroj, nuk di, keni disa shprehje të bukura në Gjakovë, të bëshin një mal me të pytyre. Po, mal me borë. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Mu shumë herë më thojnë, mirë shumë gjithë këtë tragedi që keni sens humori pakës.
Po si morra ashtu të secili ka ato mënyrat e vetë, e duhet pak jo veç me i mundu edhe me i ranu e tragedi. Kam dëshirë me pas shumë për rreth njerës. Faleminderit shumë dhe njerë. Faleminderit juve. Shumë faleminderit, shumë faleminderit.